Pse po më ndodh mua kjo gjë? Shpesh, kur përballemi me vështirësi, me sëmundje apo sprova në jetë, pyetja e parë që na vjen në mendje është kjo: pse po më ndodh mua kjo gjë? Ose kur shohim dikë tjetër duke vujtur, pyesim: pse po kalon ai këtë dhimbje? Duhet të kujtojmë se Zoti nuk e krijoi njeriu për të vujtur, për sëmundje apo për vdekje. Në fillim, Adami dhe Eva jetonin në paqe dhe në bashkim me Zotin në parajs. Por, me anë të mosbindjes së tyre, në botë hyn vujtja, sëmundja dhe vdekja. Pra, ne njerëzit jemi shkaktari, jo Zoti. Megjithatë, besimi na afton të shohim përtej asaj që shohin sytë tanë, të kemi një kënd vështrim më të thellë dhe më shpirtëror. Ja se çfarë na thot një shenjtore bashkohore, shenjtoreja Gabrielia Papajani. Mos thuaj kurrë, pse po më ndodh mua kjo gjë? Ose kur shet tjetrin që vuan nga gangrena, nga kanceri apo verbëria, mos thuaj, pse po kalon ai këtë gjë? Por lutu që Zoti të të dhuroj shikimin e bregu tjetër. Atëherë do t'i shohësh ngjarjet e kësaj bote ashtu siç janë në të vërtetë, ashtu siç i shohin engjëjt. Gjithçka është në planin e Zotit, gjithçka. Herën tjetër, që jeta të na sjellë një sprovë, në vend që të pyesim, pse? Le të lutemi siç na këshillon Shën Paisi i Malit të Shenjtë. O Zot, e di se Ti e lejon këtë për të mirën time. Më jep forca për balloj. Zoti unë Jezu Krisht na tha qartë në dhjetën e re: në botë do të keni mundime, por keni kurajo, unë e munda botën. Ai nuk na premtoi një jetë pas prova, por na premtoi praninë e Tij. Prandaj, në çdo vështirësi, le të mos pyesim me ankth pse, por me besim le të themi: o Zot, më jep forcë ta përballoj dhe mos më lër vetëm. Amin.